Dyshimet e hetuese janë se Arsenali i përket grupit të Aurel Hoxhës, i shpallur në kërkim nga SPAK, si porositësi dhe organizatori i vrasjes së Klevis Leshit në vitin 2020. Policia e Tiranës e ka referuar në SPAK hetimin lidhur me Arsenalin prej 23 armësh të zbuluar 29 tetor në një furgon të parkuar në rrugën Myslimshyri në kryeqytet. Burime për TV Klan raportojnë se çështja i është kaluar prokurorisë së posaçme pas dyshimeve se armët e sekuestruara i përkasin një grupi kriminal. Në lidhje me ngjarjen e arrestuar është Eugert Sino, personi në emrin e të cilit ishte vënë pronësia e furgonit ku zbuluan armët. Para hituesve, 34 vjeçari ka rrëfyer se furgonin e vendosin në pronësi të tij pasi ja kishte kërkuar një shok me emrin Bledar, mbi emrin e të cilit ka deklaruar se nuk e di. Sino rezulton që të ketë qenë i punësuar më herët në lokalin Monopol, në pronësitë Aurel Hoxhës. Armët u gjetën në një furgon më 29 tetor që ishte prej muajsh i parkuar në zonën e Myslimshyrit dhe kamuflohej me mbishkrimin mirëmbajtja rrugore. Me këtë furgon, trafikantët kanë shmangur kontrollet në dogan duke deklaruar se janë teknikët e mirëmbajtjes së rrugëve. Mes armëve të sekuestruara janë 5 sniper, 1 silenciator, 12 armë zjarri pistolet, 17 krehra me municion luftarak, celular dhe pajisje për shfërthime në distancë.